Sprovat këtë jetë vllazër nuk janë sprova me dënu tije e mua tjetërën. Sprovat këtë botë janë me të ngrit, me të bo ma të fort, me të bo ma të fuqishëm, me fitu ma shumë të Zoti. E pa të rastin e Jusufit a.s. Mos mu pas sprovu Jusufi a.s. nuk e kishte njoft kur historia. E nuk e kishte njoft as Kurani. E nuk e kishte njoft as ne. Jusufi a.s. ka mujt me mbet një person i dashur për familjen e vetë, me jetu me babën edhe me nanën, mirë po nuk ish me pas emën edhe autoritet edhe privilegje edhe famë. E kush i dha këtë autoritet e këtë privilegje, këtë famë, i adhan sprovat e mdha që pat. Vëllëzët e ti e gjojtë në pus, në bunar, sprov e madhe. E morën udhëtarët edhe e shqitën për rob në treg. Mas që e shqitën për rob në treg, shkoj edhe ras në burg e shtinën. Këtë sprova trona, mirë po në fund të bom mbreti Egjiptit. Në fund të bom mbreti Egjiptit, kërejt bota sujt ka Jusufi a.s. E kush e ngritën sprovat vllazër. E ngritën sprovat, e ngritën do të të kaderi Allah që i ka caktu, e kur bën njeriu sabër, sprova kalon, ti ngritesh. Sprova kalon, ti ngritesh. Nëse ti bën sabër, se ajo sprov ka qëllim me të ngriti ma lartë, ajo sprov ka qëllim me harruti kret atë smuja dhe atë keqe dhe atë kalume, edhe me të shpallë ma krenar për të ardhmen, edhe me të shpallë edhe ma të fort, edhe ma të fuqishëm, kur ne i bëjmë sabër edhe durim. Andaj vllazër, asnjëherë nuk duhet me këput lidhet me Allahun fuqiplot, nuk duhet me këput doan, nuk duhet me këput namazin, nuk duhet me këput lutjet tona, se ai është i cili e ndëgjon. Ai është ai i cili e ndëgjon edhe të ecërit e bubrrecit në tokë, që nuk ka magnet sot me dëgju, hala. Ai e dëgjon edhe atë shushurimin e bletës. Ai e dëgjon edhe të ecërit e krimit në errësirë të plot e dëgjon, që nuk ka sot magnet me dëgju ende. E ne vllazët kemi iman, kemi bindje, kemi të fuqishëm se këto gjona ai që na ka krije edhe na ruan edhe na realizon, po kretë më varet se çka po dëshmojmë me gjuhën tonë, çka po kërkojmë ne dhe çka po lutemi ne.